Eva Mthia, 19 vjeç nga Tirana, në duel me Inën, 24 vjeç nga Tirana. Eva e ka njohur skenën që e vogël dhe nuk I lë në mes pasionet e saj. Më pëlqen të këndoj, të vizatoj, të stiloj, të aktroj gjithashtu. Ja doli edhe këtë herë. Audicionet e fshehura ishin me tepër emocion, qoftë pozitive, po edhe pak negative. Gjithsesi faza kaloi me sukses dhe unë ndjeva shumë e gëzuar, madje më dha më tepër siguri për të punuar në fazën tjetër, në të fazë që jam sot. Rivalja e Evës sot do t'jetë Ina, vajza që ishte zhgënjur nga garat televizive. Por miqt, këmbgulën që ajo ta provonte edhe një herë. Dhe ja çfarë ndodhi. Eksperienca e audicioneve të fshehura ishte me vërtet shumë emocionuese, duke lënë njanë modestin. E kisha me parendjen që do ktheheshin anëtarët e jurisë, por surpriza ishte që u kthyen shumë shpejt, edhe në mënyrë të menjëhershme të katërt. Faleminderit. Jo, po m'pëlqeni, e para, kujdes në diksion. Dhe jo shumë të hapura zanoret, jo, sepse humbë në fuqit zërit. Do me thonë më e koncentruar në momentin kur I thu fjalë, sepse duke qenë që është poshtë fillimi, pjesa e parë, do me thonë është shumë e rëndësishme diksioni. Kur përzgjodh kënga e fazës së dytë, isha pak skeptike, pasi që nuk I kisha eksperimentuar asnjëherë në këtë stil, por më pas duke provuar, duke bërë prova, unë ndjeva shumë mirë dhe gjeta një Eva të re në këtë lloj materiali. E dëshira shumë këtë stil kënge, pavarësisht se nuk është se e kam kënduar më parë, por që gjithsesi duhet të provojmë edhe zhanre të ndryshme. Edhe kjo në një farë mënyrë përbën edhe një sfidë për mua, që do ta kaloj me sukses, me patjetër. Bravo! Këtu. Si ju duket kënga Mama's Broken Heart? Mua më duket si po përkëdhele me këngën. Po ty Ina? Është shumë e bukur, kam përshtypjen se është pak më ndryshe nga ato që kemi trajtuar zakonisht, si unë dhe Eva, sepse jemi njohur me vokale. Por që gjithsesi është një këngë që na lën shumë hapësira të bashkëpunojmë me njëra tjetrën, edhe është ndërtuar shumë mirë. Edhe kam përshtypjen se do dalë një duel shumë I fortë. Është një eksperiencë shumë e bukur. Për mua me rëndësi është shumë paraqitja në skenë. Ajo se sa ju jeni të afta për të marrë trokitjet e publikut, sepse nuk shifet kënga vetëm në mënyrë individuale, po kënga shifet edhe si tërsi, se si e sillni ju. Kështu që unë ju uroj shumë fat. Kam përshtypjen se do t'i rrëmbejnë trokitjet e publikut. Perfekt. Kështu e vendosur. Ma dhat fjalën. Po, Okej. Mezi po pres. Edhe ne. Faleminderit orkestra. Kujdes Mama's Broken Heart, që mos ndodhe e stonume. Dhe një këshill, kur jeni poshtë, me që kënga fillon ta, mikrofoni është afër. Kini kujdes se humb zëri, nuk merr kontakt mikrofon. Janë dy zëra shumë të fuqishëm dhe për hir të profesionalizmit I kanë vu kokë në kokë njëra me tjetrën. Mendoj se të dyja kanë cilësi jashtëzakonisht të mira vokale, janë zëra të fuqishëm, janë zëra shumë të bukur, janë zëra që I duhen vojsit, por prap mendoj që fitoft më e mira, sepse mendoj që të dyja janë jashtëzakonisht mira. Në këtë këngë, të them të drejtën, nuk është se ndjej ndonjë lloj frike apo pikë të dobët ku mund të dështoj, por që nuk e di, varet se si e përjetoj, si do të ndihem në skenë, emocione që do marr nga kënga. Edhe pse jemi shoqë jashtë, këtu është skenë dhe normalisht jemi në betejë, ajo është një vokal shumë I mirë, kështu që do të jetë një betejë jashtëzakonisht e fortë, dhe si çdo betejë do të ketë një fitimtar dhe ajo do të jetë më e mira. Beteja që vjen tani është nga skuadra e Alma Bektashit. Ajo është një vajzë po aq për shtëpisa që është edhe për skenë, vjen nga Gjirokastra, Eva Mthia!
Dhe kundër Evanthis sonte është një vajzë e cila përpaksa nuk solli mamin këtu, aq hokatare ka. Mirpo do vi vetë këndoj kundër Evanthis, zonja e zotrin, Ina! Qa këndojmë sonte? Mama's broken heart. Mama's broken heart. Për mamin e Inës e ke edhe ti? Për mamin tënde ke, pse mi qa ka mami mirë është mi? Mirë, okay. Jemi gati? Pa që fat, let filloj beteja. Mama's broken heart. Shkëmbeun edhe njerë me njëra tjetrën që t'i përkoni fotove. Bravo vajza, bravo, shumë bukur. Si është dukur Gencit performanca e dy bishave të Almës? Prap një duet i mirë, prap knaqësi me ndigju. Evantia kishte karakter dhe dëshirë, kishte shumë pozitive në skenë, po ishte pak jo stabile dhe në aspektin dinamik, nuk vinin krejt fjallët mirë. Deshta pak më këthyt e blindet, kur kalon gjitha ata konkurent në blinde, është shumë shtirë me i majtë men, pasë kur delte betejat shumë shpesh nuk i njeh, duhesh me i ri njoftu. Ka të bëjë sigurisht me faktin që referenca vizuele është e vogël se jetë shumicën e kohës i këthym mrapa, me gjithat Ina është një prit vetëmeve që i majnë men. Kjo është një konkurente shumë e rrezikshme. Gjithashtu. Kjo është kong për aktor, kjo është kong me karakter ma shumë se sa me ndonjë kërkesë tjepër të madhe vokale. Po edhe këtë kong, Ina ka dit me interpretu që shduhet, edhe ka qute veni vetë, bravo. Bravo. Jonida. Është mëse e vërtet ajo që tha Genci, edhe unë mbaj mëndinën nga audicionet e fshehura, edhe mund të them që Ina a qenë strof, pastaj dhe në refren ishte brenda karakterit e mbështetur, diksioni perfekt. Evanthia kishte pak probleme në strof, hera herës dëgjoj, nuk dëgjohej, nuk ishe e sigurt, dhe mund të them që fare mirë në duete ndonjëherë vëmendja të shkon tek ai që është më i miri ose që deri diku të surprizon ty ose të bën ty përshtypje. Unë favorizoj Inën. Sidri? Unë gjithmonë jam tifoz i zërave të plot, sepse me ta mund të bësh gjëra më të mëdha. Evanthia specifikisht ka një zë më të vogël, prandaj dhe në farë mënyrë edhe unë jam për Inën.
Alma. Evanthia ka një gjë, është shumë karakter. Ashtu siç është ajo është shumë moderne, është shumë moderne. Atë lirisht vjen mes New Yorkut. Vokalisht ka melizma, ngjyrat Alanis Morissette kur përgdhel notat, që do me thonë është shumë moderne vokalisht. Jashtëzakonisht mirë po, shiko, kur e bën përballjen, ti mendosh 2 ditë, 3, 5 në shtëpi, se ke do ta përballësh, edhe gjithmonë nisesh nga ajo më e mira dhe më e drejta. Asnjëherë nuk ja lejon vetit si profesionist që ta ballafaqosh një zë të madh me një zë të vogël, ose ta ballafaqosh një karakter me një zë ulurim, sepse nuk ta lejon profesionalizmi një gjë tillë ta bësh. Dhe jemi mundu që bashku me Landin t'i vejmë kokë në kokë secilin me secilin, edhe në karakter, edhe në stil muzikor. Tani të gjithë nuk bëhen bashkë, është e pamundun. Normal. Është e pamundun t'ja qepësh gjithve kostumi njësoj. Mirë po Ina ka diçka që Ina çdo lloj këngë që e pa absorban. Kjo është puna Inës. Do me thonë Ina e bën kostum për vete, po e mori numër 42 e bën 40, po e mori 38 ja shton copën Ina. Do me thonë e tillë është. Dhe unë vazhdoj me Inën. Dhe Inës ti zgjedh Inën. Ina vazhdon të jetë me ne në The Voice. Ina, komplimenta, Evanthi nuk mbaron asnjëherë, Unë kështu kam hecur deri më sot që asgjë nuk mbaron, madje edhe ky moment tashmë është një eksperiencë për të rritur artistikisht, mendoj. Bravo. E gjitha kjo është për mamin, edhe pse ishte smur, unë nuk ja theva zemrën nga siç është kënga. Unë besoj në Zot dhe di që do t'i realizoj gjithë ëndrat e mi. Sukses e lartë të më lartë. Faleminderit.